Hapet votimi me elektronik. Me 79 vota, pro-mazhoranca e vetme ndryshoi rregulloren e kuvendit, duke I hapur rrugë ngritjes së 11 komisioneve të përhershme, 3 më shumë se sa parlamenti ka pasur deri dje. Opozita u largua nga salla e kuvendit në momentin e votimit, pasi ishte kundër thelbit këtyre ndryshimeve dhe procedurës së ndjekur. Demokratët sollën vëmendje se kushtetuta nuk lejon miratimin e një ligji, por fshi rregulloren e parlamentit para se të kalojnë 7 ditë nga njoftimi I seancës plenare. Sipas liderit të opozitës Sali Berisha, miratimi I ndryshimeve në rregullore, vetëm 2 orë pas njoftimit të deputetëve shkel ligjin themeltar të shtetit. Ne dim shumë mirë se këto ndryshime do votohen, se këto ndryshime do ndodhin, por kërkohet për të gjitha ata miliona shqiptarë që duhet të kenë kushtetutën, librin, mburojnë e tyre nga një shtet, nga abuziteti, por që për ju, kjo është një prostitut dhe s'ka asnjë vlerë. Që ju e keni, e kaloni nash një shpellë mafje, një shpellë tjetër mafje. Por Partia Socialiste sollin vëmendje se rregulloria është ndryshuar brenda një dite dhe në vitin 2017, kur këtë ndryshime kërkoi Partia Demokratike. Dhe dëgjova një deputet tu që ka firmosur proces verbalin në 2017, kur në 14 shtator 2017 aty ulej kryetari I atëhershëm ose drejtori I atëhershëm I Partisë Demokratike me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, brenda të njëjtës ditë u depozitua propozimi për ndryshimin e nenin e 20, brenda të njëjtës ditë ngritëm Këshillin e mandateve të rregullores, e shqyrtuam, e votuam ndryshimin e nenit 20. Ndryshimet rregullore parashikojnë ngritjen e 11 komisioneve të përhershme, 7 prej cilëve do drejtohen nga mazhoranca dhe 4 nga opozita. Parlamenti miratoi ndërkaq edhe 2 nënkryetarë të rinj, Klodiana Spahiu nga Partia Socialiste e Agron Gjakmarkaj nga Partia Demokratike.